Policia vjen kontrollet për nivelin e zhurmave dhe zbatimin e orarit të aktiviteteve me muzikë në Velipoj. Një pronar lokali është ndëshkuar me masën administrative 200.000 lekë të rinj, pasi në lokalin që administronte gjeneroi muzikë mbi nivelin e lejuar gjatë mbrëmjes. Shërbimet e stacionit policisë Velipoj, sipas hartëzimit të zonave me risk për ndotje akustike, ka vijuar kontrolle në terren, bazuar edhe në ankesat e qytetarëve. Në kuadër të këtyre kontrolleve janë testuar me matës të zhurmës disa ambiente dhe subjekte të hapura dhe të mbyllura në zona turistike për verifikimin e respektimit të nivelit kufit lejuar të zhurmës. Nga matjet e realizuara sipas kushteve të përcaktuara në procedurën standarde për këtë qëllim, është konstatuar muzikë mbi nivelin lejuar në një lokal në Velipoj. Për këtë shkelje, administratori i këtij lokali, shtetas me iniciale EG, 23 vjeçe, u ndëshkua me masën administrative 200.000 lekë të rinj. Krahas matjes së nivelit të zhurmës, strukturat përgjithëse kanë ushtruar kontrolle edhe për respektimin e orarit të lejuar për gjenerimin e muzikës në ambiente të hapura, në zona apo qendra të banuara, i cili është nga ora 11 deri në orën 24. Gjithashtu vjen intensivisht zbatimi i detyrave të parashikuara në planin e masave për garantimin e sigurisë publike gjatë sezonit turistik veror. Policia e Shkodrës mbetet e angazhuar për të garantuar një midis të qetë të sigurt për banorët dhe vizitorët, thuhet në njoftimin e policisë.